Kuvendi i Bullgarisë miratoi sot një rezolut për përparimin e Maqedonisë së Veriut në procesin e qasjes drejt BE-s me shumicë absolute prej 194 votash, ku gjatë votimit nuk u regjistrua asnjë vot kundër apo e përmbajtur. Rezoluta thotë se Bullgaria mbetet plotësisht e përkushtuar ndaj konsensusit evropian të korrikut të vitit 2022 dhe u bën thirrje autoriteteve të Maqedonisë së Veriut të zbatojnë me përpikmëri marrëveshjet që kanë ndërmarrë. Çdo përpjekje brenda formateve dhe institucioneve të BE-s për të rinegociuar, anashkaluar ose injoruar elementet të marrëveshjeve të arritura është e papranueshme. Rezoluta gjithashtu thotë se institucionet e BE-s thirrën të vazhdojnë përpjekjet e tyre për të garantuar të drejtat e bullgarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si dhe ato të komuniteteve të tjera, duke përfshirë të drejtën e tyre për të ruajtur dhe zhvilluar trashëgiminë e tyre kulturore dhe historike, gjuhën, kujtesën stërgjyshore dhe identitetin. Ndërkaq ministri i jashtëm bullgar Georg Georgiev tha se ky vendim dëshmon se Sofia ka konsenzus të plotë sa i përket çështjeve të hapura me Shkupin. Ai ka përsëritur se Bullgaria nuk do të tërhiqet nga fakti se kriteret duhet të përmbushen, duke shtuar se nuk ka plan B. Това показва за пореден път, че в обществото Ekziston vetëm një plan, ndryshimi i kushtetutës, përmbushja e kritereve për klasteret, në mënyrë që procesi të mund të ecë përpara. Kjo është ajo që tha edhe kolegu austriak, përdorimi mjeteve për bisedime, por përmbushja e kritereve, ndryshimi i kushtetutës, gjithçka përcaktuar në konsensusin e vitit 2022. Ministri bullgar u bëri thirrje të gjithë atyre që duan të jenë pjesë e sistemit evropian të vlerave, vendimeve, institucioneve, të zbatojnë rregullat evropiane. Nuk ka asnjë mënyrë që të jesh në BE nëse nuk dëshiron të sillesh si evropian. Bullgaria nuk do të tërhiqet nga marrëveshjet dhe do të mbështesë ligjin evropian. Ndryshe, Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria pritet të zhvillojnë një takim bilateral në nivel të shefave shtetëror gjatë samitit të NATO-s që mbahet muajin tjetër në Hag. Në takim do të kërkohen zgjidhje për dalje nga situata e krijuar mes dy shteteve, ndërsa pritet të marrin pjesë edhe përfaqësues të BE-s dhe NATO-s.